Finalja e madhe e Ferma VIP 3 nuk tërhoqi vetëm vëmendjen e publikut shqiptar, por edhe të përfaqësuesve ndërkombëtar të formatit, të cilët vlerësuan suksesin e këtij produksioni në Shqipëri. E pranishme në natën finale ishte edhe Andrea Gavachova, drejtore e Fremantle Media për Europën Qendrore dhe Lindore, e cila shprehu vlerësimin e saj për mënyrën se si është realizuar formati në vendin tonë. Sipas saj, Ferma VIP jo vetëm që i përmbush standardet ndërkombëtare të formatit, por në shumë aspekte arrin edhe t'i tejkalojë ato në kuptimin e investimit, në listën e konkurrentëve, mbulimin 24 orë të jetës në ferm, Prime me vlera të larta prodhimi televiziv në studio me teknologji të fundit dhe efekte speciale avantgard. Jam shumë e lumtur që ndodhem këtu për finalen e Fermës. Mendoj që ky format jo vetëm që i përmbush të gjitha standardet, por i tejkalon ato në mënyrën më pozitive të mundshme. Gavachova theksoi se Ferma VIP renditet ndër formatet më të suksesshme së bashku me Got Talent në tregjet ndërkombëtare, duke i konsideruar ato ndër produktet më të forta televizive. Sa më takon mua, mund të them se duke qenë se e merrem me shitjen e formatit, në të gjithë tregjet që mbuloj, ky është vërtet një nga formatet më të njohura, së bashku me Got Talent dhe disa të tjerë. Prandaj, për mua ky është standardi i artë. Andrea vlerësoi gjithashtu ndikimin e madh që Ferma VIP ka krijuar në platformat digjitale dhe rrjetet sociale. Sigurisht, matit e audiencës, shtrirja dhe ndikimi në rrjetet sociale janë tregues shumë i rëndësishëm. Duhet të them se edhe pse raporti i audiencës në Shqipëri mund të mos jetë gjithmonë në formatin që jemi mësuar të shohim në tregjet e tjera, ne shohim tregues të tjerë shumë të fortë. Shohim fuqinë e markës që Ferma VIP ka krijuar në platformat sociale, veçanërisht në YouTube, si dhe ndikimin që ajo ka tek publiku dhe tek ne si mbajtës të formatit. Vlerësimet e ardhura nga drejtuesit ndërkombëtar të formatit konfirmojnë edhe një herë suksesin që Ferma VIP ka arritur në Shqipëri, duke e kthyer atë në një nga produksionet më të ndjekura dhe më të komentuara në hapësirën shqiptare.